Mësimi brenda kësaj shkolle zhvillohet me rreth 1200 nxënës, por me stresin e shkollës e fatkeqësisht shpesh edhe bullizmin merret vetëm një psikologe shkollore. Në gjimnazin Ahmet Gashi në Prishtinë, brenda ditës 4 deri në 6 nxënës kërkojnë ndihmë profesionale. Psikologja Albina Gashi tregon për vështirësitë në punë, meqense nevoja për trajtim është e madhe. E mira shkon që nëse një herë e merr një nxënës me morë dhe tjetër javë, domethënë çdo javë ka një seancë me mujt me marrë me nxënësin. Po është e pamundur për shkak të kërkesave të shumta, edhe vinë raste të reja që shfaqen, sidomos në klasë të 10-ta. Problemet që po dominojnë tek të rinjt janë ankthi e bullizmi përmes rrjeteve sociale. Janë probleme socio-emocionale, problemet familjare, marrëdhënie shoqërore jo të shëndetshme, përpas kësaj që është edhe shumë i shfaqur është bullizmi përmes rrjeteve sociale, që është shumë i shfaqur. Kem raste të shumta të ankthit, sidomos nëse flasim për diagnozat që kemi më të shpesh tonë si diagnozë janë psikologe shkollore, ne referojmë sidomos në QKK, psikiatria e fëmijëve dhe adoleshentëve. Drejtori i gjimnazit Haxhi Meta i thotë se një psikolog për mbi 1000 nxënës është barë që nuk përballohet. Natyrisht që ka shumë nevojë dhe është tepër e ngarkuar, më thon drejtën, gjimnazet që kanë mbi 1000 nxënës ndoshta kishte qenë mirë me qenë 2 psikologë të shkolla, për shkak se është numër shumë i madh edhe kërkesat janë shumë të mëdha për trajtim. Nuk është ndoshta sikur na dikur që s'kan shku kurrë ato. Tash për çdo send, për çdo shqetësim, stres këtu natyrisht që orientohet te psikologja. Situata nuk është aq ndryshe as në nivel komunal. Në 52 shkolla fillore dhe të mesme në Prishtinë, aktualisht janë të angazhuar vetëm 37 psikologë. Gjithsej 37 psikologë të angazhuar në shkollat, 27 prej tyre janë në shkolla fillore dhe 7 të tjerë janë në të mesmet edhe 2 të tjerë kemi në kopshtet, që janë të angazhuar në kuadër të sistemit arsimor në komunën e Prishtinës. Tentojmë që këtë numër të arrisim gjatë këtij mandati, gjatë viteve në vijim, dhe sigurisht ta ulim raportin e numrit të nxënësve në raport me psikologët. Ndër vite dhe komunat e tjera të Kosovës kanë raportuar numër të ulët të psikologëve në përshkolla, ndërsa Ministria e Arsimit të hënën nuk ofroi statistika të plota për nivel vendi.